38 shtator 2025. A është saktë kjo? Përgjigje po. Pyetje. Në përgjigjen tuaj ju tha që jeni përgatitur me qindra orë për të qenë dëshmitar i mbrojtjes. A mund të më thonë çfarë keni bërë në këto qindra orë dëshmitar? Përgjigje. 5 ose 6 vite më përpara, kur ka filluar që dëgjoj për herë së pari për këtë gjykim, fillova që të shikoja informacionin, përbërjen e këtij tribunali, sepse është krijuar, kam folur me akademi, kam folur me jurist, jam përpjekur gjithashtu që të rishikoj, të shqyrtoj me aq sa di unë artikujt me shkrim ose dokumente të cilat janë paraqitur në ekran, të cilat lehtësisht shfaqen këtu, por nuk kanë qenë lehtësisht shfaqura për mua, dhe rilexova shumë nga materialet ose artikujt, jam takuar gjithashtu dhe me ekipin e mbrojtjes në Washington, ndoshta një herë ose 52 herë, jam takuar një ditë të plot një herë ose 2 ditë të plota. Kam menduar, kam kaluar 5 vite duke folë, duke menduar për të, duke përgatitur me të. Mendoja nga vit në vit që do hapet gjykimi sot e do hapet nesër, ndërkohë që vitet kalonin dhe asgjë s'ndodhi për shumë vite. Pra për shumë vite kam menduar për të, kam lexuar për të, kam vrarë mendjen sepse u deshën 5 vite për të krijuar një çështje të tillë. Ndërkohë që ata akuzë është ngritur 5 vite më përpara. Nuk e kuptoja gjithë këtë dhe i kam pyetur njerëzit e kësaj fushë, e kësaj lumie, i kam thënë nëse një gjë e tillë ishte normale apo jo. Kam folur me juristë, me avokat, me një emër ndërkombëtar që më kanë thënë që kjo është mënyrë e pazakontë për të trajtuar një burr shteti i cili është dorëzuar vullnetarisht dhe në jurisdiksionin e një gjykate që e ka krijuar vetë kur ka qenë kryeministër, dhe për të treguar liderëve europian që kishte dëshirë vendi që të bëhej pjesë vendi i BE-s, ndërkohë që ky burr shteti mbahet i ndaluar për 5 vite përpara se sa çështja të ishte gati. Pra këto janë gjëra me cilat kam mbajtur mendjen të mbushur dhe për cilat kam menduar për orë e orë të tëra.